Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku bukë në shtëpi. Marrim një filxhan me ujë të vaket, një lugë gjelle sheqer, një lugë gjelle krip, i përziej, edhe 14 gram maja, i përzim të gjitha së bashku. E mbulojmë dhe e lëm 5 minuta që të pushojë, që të aktivizohet. Marrim 800 gram miell, e hedhim në enën e mikserit. Hedhim edhe majan e aktivizuar. Dhe vëmë në mikser që të përzihet. E lëm të përzihet derisa brumi të shqitet nga ena. E marrim brumin e përgatitur në mikser dhe punojmë në tavolinën e punës. E fusim prap në enë, e mbulojmë. Dhe lëm 30 minuta që të pushojë. Mbas 30 minutash, do ta vëmë përsëri në tavolinën e punës dhe do ta punojmë me dorë. E vëmë përsëri në enë, e mbulojmë. Dhe lëm edhe për 30 minuta të tjera që të pushojë. Mas 30 minutash e punojmë përsëri. Dhe vëmë përsëri në enë dhe lëm për 30 minuta të tjera përsëri që të pushojë. Pra, 3 herë përpunojmë me dorë, 3 herë nga 30 minuta e lëm pushojë. Dhe tani brumi bukës është gati. Do të ndajmë në 2 copa, pra do të formojmë 2 bukë. Marrim një tepsi dhe i vëmë bukë në tepsi. I spërkasim pak me ujë, i lyjmë me dorë. I presim pak me një majë thike. Dhe hedhim pak miell nga sipër. Dhe tani bukët janë gati për në furrë. I kemi pjekur në 220 gradë për 40 minuta.
E presim bukën në mes. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.